Mi që dashur rikëthujem në studio sepse erdhi edhe koha e qajit. Sot me mua kam një mysafir të këndshëm, sidomos i pëlqyer prej shumë e shumë vajzave, ku suksesin e tij ai e arriti njëherë përmes familjes ku njihen si gjithë familje artista dhe tani Emira Asmirës është që këquni që kom në krah, po e vazhdon suksesin edhe po bën emër vet, edhe po bën punën vet pa përkrahjen e askujt. Me mua në studio Albatrit Muqiqi. Faleminderit për këto fjalë ka snira sasa. Pse bëj ti me kry kur fal shohin? Po, false se është të ma boshë. Nuk ta bëj ta kisha buqefin jo para kamerave. Para kamerave nuk guxoj me ta buqefin se kemi shikues dhe nuk thash kur gjë që s'është e vërtet. Faleminderit sasa, faleminderit për ftesën. Edhe i përshëndesim edhe shikues që s'ma ke bot, ç'është dedi kur nuk po. Tash ti ka qenë të na këshir thoi një valla ç'është të hon. Në ta shohin ato, në ta vlerësojnë. Ai ki tregun ai kuj apo s'po atë kohë se shumë shpejt na ra. Te edhe në vet. Kesh pak edhe me do punë, edhe po na ka rrosh shumë shpejt, po ata që përcjellën besoj se kanë ndodhur të knoshën. Unë falenderit ty që erdhe sepse me gjithmonë të mora sot për sot edhe njëherë me nëzi që më erdhe. Jo, është puna tash sasa se para verës zakonisht jena të angazhum me punë ndryshme, me muzikë kështu. Edhe kjo është koha pak që i kom nxjeshën adet me njerëz të ndryshëm takime, po gjithë akon edhe erdha. E di që më ke thirrë se një javë. Bravo. Bravo. Projekti i fundit është Çika Çika. Po. Ku edhe ka vendin e parë në top listën e që disa javë se tha menove që mos e bën puna që erdhe ti erdhe. Sa më vjen mirë që është edhe nda një parë që është pëlqy, dhe më thonë nga fansat, nga njerëz kam marrë dhe kritika, dhe më thonë pozitive, shumica, ju ka pëlqy njerëz dhe ka mundu t'jem, dhe më thonë vetë vetën, në atë klip t'cjell diçka pak. Jo ta të qujat private, po t'jem total aj që jam një jetë private, kështu. Ka dalë diçka e mirë, është realizu nga Intermedia videoklipi, ka nga është ba nga Ilir Berani, dhe jam do i knaqën me dy palët. Jo do i knaqën. Normal që nuk ka të ndalën, jetë duke punuar edhe për projektet e tjera, do me thonë edhe për këto do të flasim ma vonë, ta loj. E lojnë edhe ta. Veç mos naftofet qaj, nuk e di, a ki pas rast me na përcel në herë se kur erë dhe pyte është qaj i nxet a i ftoft. Po. E ka një herë, po më vjen shumë i nxet, nuk kon qaj, po i përvloj më sa fejë. Na la pion t'ja kena det, i nxet, që shdu shuftof, qa me bo, e nxejnë apo. Në qajnë e kena kështu, më në gjës drejt dark. Më në gjës drejt dark. Unë e përkundra asaj që nuk e pi vetëm këto që duhet me pi. Hatri. E i mirë këka. Hatri emisioni. Tregom ka po qindesh më shumë. Tash trego asasa që vikendet zakonisht po jam Tiranë. Sepse atje edhe punoj, po edhe në Prishtinë, zakonisht. Këto në dy vendet ma të frekuentume me medaljesht që jam. Atje me punë, këtu me punë. Çfarë punë atje? Po edhe atje në studio. Edhe atje në studio, edhe këtu në studio. Atje, do më thonë, është që bashkëpunim me Florin, Majesin, këtu me Ilir Beranën, në kështë të ndryshëm. Po edhe shoqënisja gjej kohën, ndalë edhe me ta. Shoqënis po, a ma femnave ajo gjejnë kohën? Ato pe gjejnë kohën me na pon televizion. Ato po, ti a e gjenë kohën për ato? E gjenë, mundona, më thashtë dhe ma herët, mundona që me fansat jemi afërt. Pa morë parasysh, moshkull, me fansa. Me fansa. Mundona t'jem dhe me thonë sa ma afërt, në shtë edhe i kërkoj faljes që s'mu i këthy gjithë për njerë përgjigje për projektet që murojnë, për shumë gjana tjera. I kërkoj falje, me thonë, për mes ekranit, po mundohu maksimalisht që t'jem bashkë me ta. E me qenë dikush pak ma shumë se fansa? Nuk është qërë, janë do fansa, ma special që të shtinë me bo shumë punë ma speciale, po janë ka dhe ashtë. E di, e gjyni që ju e keni këtë pjesën pak ma të rezervume edhe e blindoni, kështu që nuk keni qef me folë para mediave. Po, është ajo se cilë e koni privatësit vetën, edhe
ato mundu ta mbaj sepse është edhe nashta një orën sekretet e çdo person. Po mirë tash për adhuruesit e tuja të flakta që unë e di që nuk ki pak, unë e di që ki shumë. Edhe a je single, si je single? Unë dalisht sa e të parët që edhe jo, s'po ngus në njerë. Po, besoj që këtu të na, në shumicën e rasteve, si fansët si shumë, është pyetja e parë, që bëhet, ti ma bënë pyetjen e dhejt dikun mas, aji, së është bërë rutina ashtu. Jo, gjithmonë bëhet nga fansët. Po, më të thash edhe ma herët mundohen të artistat edhe me qenë lidhje me dikë, runi këtë një kod gohat, runi e mshefni, dikur se cili njeri duhet një ngrohtësi e shpirtit, me të inspiru pak, se për ndryshe nuk e jetë. Edhe kjo është të zëceli, po më mshef ato. Ti luajmë femrat një herë të folin për punë. Mirë po. Nuk po qëti në siklet ma shumë. Të regom përveç muzikës edhe me qka tjetër, çfarë punë të tjera ke, me qka mirë është tjetër? Fakultetin tash e kryva. Më kanë me të 2-3 provime, mos të gënjej atë. Me rëndësi madhja u kry. Po, business teknologji, dhe më thonë, është fakultet e biznesit, po dova me marketing. Tash kom fillu, dhe më thonë, dhe muzikën, mos ta them ashtu ta kem primare. Kam fillu me disa punë tjera, kështu me marketing, me disa shokë të mi, me biznise pak vojla për ne vetë ashuja ashtu, po vetëm për ushtet ma vonë. Mundon edhe babi ka biznise të veta që janë, dhe më thonë, që i rriafër edhe ati, muzikën e kam prapë se prapë. Që ne ka folë zote edhe du me shpirt. Këto nuk me ranë kur derisa të nalena e neve. Unë e thash në prezentim kur të prezentova thash që në fillim e njoftë si djali Nusret Muqiqit, një familje me komplet artista, edhe tash një njifesh si Albatrit Muqiqit, dhe më thënë e ki arrit ato me kriju emrin tënd, personalitetin tënd, pa unë varë prej prindve. Po, prindë dhe më thënë janë që 30 janë s'kenë si mame, si babi. Ata shujen edhe kritikët e mi që unë sot jam këto ku jam edhe kom fillu ta krija emrin tam. Nuk e moj asë njerë që më thojnë djali Nusret e djali Meritës, për ndryshe jam ndina shumë krenar, sepse e kanë janë vendin edhe ndina shumë krenar që më thojnë ashtë të njështë. Aja nuk diskutohet. Po, babi është taj që më shtynë gjithmonë, më thonë që krija emrin tënë ta kesh një lloj statusi, dhe më thonë, një bazë që ti është ti. Edhe është e dhona Zotit. Kur ta jep Zoti edhe ki talent, do të më vazhdu vetëm në atë rrugë, sepse talenti do më thonë nuk do të asnjëherë. Kur e ki ato, e vazhdon. Edhe kjo është nështa jo vetëm që të shtyjmë prind, se nëse të shtyjmë prind e ki një vitin e 2-3 presin prej te. Po, ka për shembull është Korab Shaqiri, është Korab Jetishi, dhe më thonë që janë të Ermal Fejzullahu, tjetër, ka mjaft artista, dhe më thonë që akoma përmendë si djali Zenit, djali Sabriut, e tjetër. Po, ata, do më thonë, sukseset e se cilët shien. Shien, po ti, për moshën që e ketë, do më thonë, i rije akoma dhe e ki arrit suksesin vetë, kjo është në të përgëzum. Po jo mundu maksimalisht, se e kam edhe një gjatë që nuk du të ngarkoj vetëm babin, për shambull, në punë ose mamin. Jo mundu gjithmonë vetë, kam nga, jam tip që nuk më i menajt me një vend. Me pare që i fiton në për koncerta, ju një mojnë edhe në shpej, ma veç për veti? Ju një mojnë. Ju një mojnë? E mirë. Edhe pse e kom do në gjep tem, nuk i thëmë ashtë të korë. I thëmë mami, treki njerë ti ta një marru në. Edhe normal, është shumë normale, ju veç në shpej për mundu në edhe. Me qka bën mami nervöz mas shumë ti? Nuk e di, nuk moj men kur e kom nervozu, me të regu drejt. Nuk është punë që bëna djali i mirë ose diçka, po nana është nana. Edhe është gjënoj me mazë nëse nervozon nëse bën diçka, nervoznon. Kështu që mundona maksimalisht me rujt, se është edhe një moshë tash që e ka bo, mundona me rujt maksimum, si babin, si mamin, nuk i la dhe me thonë shumë ngarkesë ose diçka bë ma tesh, edhe vetë jam edhe aty jam vetë, besam. Edhe s'di kur e kom nervozu diçka. Po ti ko këtë duka djallë, mëre? O, në djallë. Po nëse pas kem ditë. Për shka të kritikojnë mas shumë ti? Në muzikë është. Në muzikë.
Babi, e thëmë disa, e kom thënë edhe disa herë që ajo është strikt. Kur thotë nuk më pëlqen kjo sa të dush më pëlqy mu, jo, edhe u kry. Nuk thotë po hajtë se mami është e labile, domethënë që mundohet, thotë, okej, te edhen. Babi është jo ose po, rregull është edhe u kry. Jo në muzikë për shembull, klipe, mos e bë këto, mos e bë ato. Këtu po dokesh keq, sepse tjetër kush është që i shën ashtu defektet e mia. Janë edhe ata dy. Mami është për shembull në garderobë ose në pak më kështu, babi është kuknoj, çka po knoj, çka po bëj, domethënë. Këto janë më shumë kritikat për tyne që i marr. Është po disa herë, domethënë për festivalet e ndryshme ku partneri jote ka qenë edhe motra jote. Edhe shihet që keni qartë raportet shumë të mira mes vete, edhe nuk dukesh si një vëlla xheloz. Apo nuk e shoh nuk është ajo marrëdhënie, domethënë që xheloz më smelon atë, është nuk e kem atë problem. E kam motrë, kam shok, më ndihmon, edhe janë shumë garderobë, në gjana të ndryshme, për ndryshe ka dhe një zotë më të mirë si krejt në familje, ta shuja është. Edhe ka qenë ajo e cila më kam bështet, kur kom shku në për festivale, për shembull që na kam video feste, kështu, ka qenë e gjithmonë krata, derisa ta është të këshiru, kush është Fatlumja. Fatlumja. Se gejtë Fatlumja. Qyre se Albatriti e boni një ofertë të hapur, publikisht. Kështu që qika, kujdes, cila jeni Fatlumja. E di që je edhe pjesë e koncerteve, mramjeve të ndryshme, qoftë në Kosovë, qoftë në diasporë, edhe tregom qysh kalon atje me shqiptarët që janë atje, dhe tregom në një moment që të kujtohet që e manë që e ki ma të veçantë, ose që so herë bjen fjala për një koncert që ti të kujtohet me përmend ose më ja tregu dikuj. Po, ka tash rastet ndryshme. Edhe atje sot që i kalon shumë mirë, se janë, domethënë është pak më të përmallum, se është diaspora më. Njerëz të cilët nuk janë aktual, domethënë me gjana non-stop, çka ndodh këtu, ata na presin neve çdo vikend, qëllojmë na bojnë në dur, se mos mi pas ata si shumë as nas sot këtu. Kaloj shumë mirë. Në vendet ku kam qenë, janë edhe video, nashta i keni po, dhe në qef. Duk cyje kështu. Po ka pas rastet ndryshme, ka ndodhur rastet ndryshme, për shembull. Çka po të vjen mend tash? Po ka ndodhur për shembull, na ke pak problem me njerëz që takohen mbrëmje, edhe vinë thojnë për shembull mos një muja apo të kujtona. Apo të kujtona. Ka ndodhur njerë ku më ka thonë jona e moment kur ta kam po gëzuar me Red Bull. Për shembull me 15 korriku konën e isha me 20 gosht u knu në qen. Atia. Do të thonë ka ndodhur raste të ndryshme. Si përmendje se ka pas. Po më kaluam përgjithësi shumë mirë. Tregona më edhe në një. Po ta kallzova një me Red Bull dhe ta mësoj shku me Coca-Cola asdi. Po kam kaluar përgjithësi shumë mirë. Sidomos në diasporë që është perfekt që s'ka. Diskotekat më të frekuentume, Rinora 4, Insomnia që është, diskotekat ku mlidhen rinia shqiptare, edhe është një gjë shumë e mirë se ato janë martu shumë të ri shqiptar. Po. Nuk është përzi, domethënë ai gjaku i jonë me të hujt. Aty di vet që i kom pa vjet, vitin ardhshëm kom pa të martu. E kështu. Po më është mirë. Ai është shumë e mirë për rinin, po moj mens. Po do të me mojtë. Mira, sa të mira momen. Mirë shumë. Tregom për bashkëpunimeve tuja, cilin e qunë ti më të sukses? Bashkëpunimi që kom pas me Flori Moris. Ai ka qenë për ndryshe është edhe kompozitori jam. Jo veç kompozitor, pa kam shok. Kam shok në ngusht. Ai ka qenë 4 vjet i ka dikur. Ka qenë Tequila Konga. Tequila, maj men se në atë kohë pas ditëlindjen unë dhe është të publiku Konga. Po. Edhe sa të gjën kujtohet nata e ditëlindjes. Se ka qenë hit në përshdo diskotek. Ai ka qenë, në më thonë, i vetëmi Flori ka desh dhe prej fillimi, në më thonë, bëj diçka me mu. Në momentin që jemi taku ka kodë, në më thonë, 6 vjetë, ka qenë imi. Edhe kur e kemi bakit kongë, ka pas njerë kena pas pak probleme me punën e transmetimit e kështu. Pastaj kur dul ma e veç eci vetë.
klipi është realizu, e keni pa edhe vetë, kanë qenë dikun 60 femra në klip, po ka qenë më fort ajo plaga rreken kam këtë qikat e reja, së më nëshme nejnë kam e rreken kam, veç të këcy. Edhe ka qenë diçka i mirë, një bashkëpunim shumë i suksesshëm, që kam pritë shumë mirë, ky ka qenë, më thonë, me Floren. Edhe për ditëlinjë tonë, urime, kur të kishë. Nashta del edhe një. Kësë veç atër ka me dollë për tjetër dhe që. Ajo veç pa dollë kanga, po filloj me obohet që lëshun, dhe më thonë, në përkret diskotekat edhe, dhe më thonë, në përkret venet ku ishin matë frekuntune, gjithmonë unike kanga. A te kila, po, ajo ka qenë në diasporë në gjithë andë, deri mos sana e vjedhen edhe u bo edhe problem me ato. U bo problem, po i kemi qitë në gjëgje, kredo më thonë, kanë qenë sërbë që na vjedhen shkjet. Edhe ata gjithmonë... Gjithë kanë thonë që na kemi vjetë për gjithmonë e kanë thonë, që të deshta me thonë, ta quja është të s'pëbona së patriotës, kërgjë, po e në rancat më të maj, muzikës. Se gjithmonë i kanë vjedhe, gjithmonë kanë bo shantajë ndryshme veç për mëna. Ata kanë qenë që e kanë vjedhe bugardë, e shumë, edhe shumë i që ka zënë data poshtë, se kanë morë me njerë mëstë dikur gati një vjetë ka qenë kur e kanë marrë. Edhe i kemi qitë në gjëgje kështu, edhe këna dalë na. Edhe është mirë kur i vjedhin sana tona, se jena më të fort na. Normal. Je nominun edhe të netet e klipit shqiptar. Po. Edhe të regom, e ke marrë vesh këtë rasisht, as nuk e ditë që je nominum? Po, nuk e... Po është puna se angazhimet. është puna tash që para verës do më thonë projektet e reja kështu, ato i kallëzoj tash, kam qenë angazhum aty dhe nuk kam qenë i fokusum, do më thonë televizion rallë herë, kur të bime flajt një film. Çfarë filmi? Po filmat ndryshëm, për romantë. Edhe nuk e kom pa. Ka qenë edhe një koment ka qenë, një fansës, që mi ka shu gjithë ato linkat e këto. E më ka thonë një nominu, a jetu e ditë, diri se ka morë dhe telefonat. Kërë më marrë telefonatën këmë ditë të tregoj drejt, kanë thonë që i nominum 20 klipeve kështë, matë mira shqiptare. Po jëm një shumë mirë, dhe me thonë, kur diçka jam e vlerësot, sepse mundohen atë punojmë maksimalisht që qaj produkt që lëshoj si kanga, si diçka, mos të shikot veç prej moshës tam, të shikot edhe me ata që jenë familje. Mos të këtë dhe me thonë gjithë shka mrena që nuk muret me po, mi jam shirë sujtë fëmijës. Plus 17. Po. Edhe bje mirë që është lërsu, mundona gjithmonë që në këtë sendë, më thonë, ta sjell të fasat, si të më shumë, si të rritë. Tregom çka është fiksimi jetë? Mas shkafit e i fiksu ma shumë, përveç muzikës? Përveç muzikës i kam edhe makinat, kerat. E jam i fiksu me në kerasarë që shkajnë zicra me kënu, i lypi ato që i bojnë autoshow që janë kom qef. Jam pasjonant vetë, kështë mas makinat. Më fiksohet, kur më fiksohen ato, më kam fiksu pi fëminis, ashtë e kom ndeshë si dita. Më thonë këto janë. Më kështë mos pëthu mas femnave? Ja, leja ato tash. S'po du me dole. Po libre, sa ta së ujta të këto një leja ti. Unë sa po këzona që po dhe që afet po këthesh aty. Ja, mirë, klipe shien që kam i fiksu për shumë. Kjerët edhe femna djenë. Unë e prita për femna, për kjerët se prita. Po, mirë. Të regom me Facebook, me këto rrjete sociale që frike punët. A ku shumë më fleteve sociale? Kom hini ditë, po është edhe që ma dialogës ta me ma në Facebook-ën tam. është fanpage-in e këto. Instagram jo ma i kyshëm kështu. Se është tash kam fillu për japim fake profile kështu. Më ka pas rast në kanal për shembull femën moshkull. Ka thonë, hej, më ka folë, që ja e mire, këna lënë më po e kështë, më burna. A vërtën, më falë. Dikon 100 Facebooka që i kanë opë në më tam. Edhe i kësha thonë gjithë, nëse ofendohen për mesë, diçka jam i butë për natyrës, mrana e krejt, prej mesë i kanë, se kanë hopë shumë falsë. Edhe nuk është metë në ashtë edhe një farë mënyrën i mjetë i komunikimit, a vetë si reklamë, si promo është metë Facebook, ta që i ashtë. Nuk është me këtë mjetë komunikimi se nuk përdin. Nuk përdin njëri me kanë, po fletë, qysh po fletë, qka. Rastet ndryshme këmë pas, ma shumë, më thonë një më edhe në Twitter është duaj njëti sanë. Instagram, edhe tjetër kush i mirë mba.
tash që ndojnë të Viber këtu me kondo me Po, kontakt dhe, vetë ma Ma privat. privat, këto që tash jënë bo. Asë në më sutu që po ta thek për pasportin. Ajo më e mirë. Atë, Na i kem shumë këto probleme, shumica e pilin e një që kolegëve po të varve mi. nga ka pështu. Jo, juve, apet jo gjën diçka. Baterin. Prapë është problema e Facebook, këto janë problem se thash po hapim fake kështu, ka pas rast kolegë kisha folën me dikon pi kolegëve kur më ka thirrë, më ka pyet atë ju një kes. Edhe ju kërku falje dhe falsa kështu që Me këni ki raportet më të mira për kolegëve, përveç Florit që e përmenen. Përgjësi jam mirë me gjithë. Përgjësi. Po diko që e thirë ma me qef ose që e thirë me dalë me pikave. Me Ermalin jam pështu. Ermalin, se me Ermalin njëm shumë ati. Ata kam... e përshëndes. E përshëndesim edhe në Ermalin edhe nuk i kemi pas alon qaj. Dion që të përshëndes, po. A keni në e përshëndetje të veçanë? Speciale, po që e merë vesha. Që shi përshëndesën, edhe. Aha, okej, une vjenë Ermalin në emision, kam i thonë që ka përshëndet Albatriti dhe ti që kishe pas me përshëndet Albatriti. Ermalin e kam shak, shtë se një mbi fëmini, kemi shku dhe ndeti bashk, më të atëherë, kjena historit në rëshmështë. Me ta kom ma shumë. E mirë. A ja dhëru si sportit? Jo shumë. Motra është më shumë sa unë. A do është me Veç Barcelona, kur lumë në Realin. Mas, për cilin e ke beti? S'pjo thënë se ki dalin këndër tani. Dyja të i du. Barcelona, kështë e kam si favorit, se nuk jem, është i flak, një më kona atje, masi që jem kona tash, mas pavarësis jo me Barcelona. Se për pare jem kona me Realin. Pse? Qashtu. Në atriti jena zash, qashtu. Po mirë. Jem kona atje dhe e kom shy lojën për kanë lujt. Kom nejt në 3-4 ditë. Më ka pëlqy shumë për shtë farë organizimi, s'farë vene, s'farë. E prej atëherë më ka inë qef, është. Ma herë që kom deshtë. Tregove që je djali i shtëpis, tregove që je but, tregove që bile edhe teshat ka njëherë i bën vetë. Trego ma din me pregatit. Që më unë ta bot terrenin gati për nuset? Me pregatit, di me pregatit, që të më në gjesë, se stane të tjeshtë ka rast dhe pa shtetin kër të qeli më fejhët, qatë që di. S'ka, jame. Unë të ju i këtajt, aja gjithë më fejhët. Di kështë, sa më zëmit kesh. Di kon. Qka... Tha i vos. Cili është ushqimi e ti preferun që e hanë me qef? Që i kështë hongër për shdo ditë dhe s'u kishë bo bajat kur? Detit e du tepër. Karkalet, Vala. Se i du shumë. Ato i du shumë. Se edhe janë ushqimi maj postër është i detit. Edhe nuk plëtësan për neve që ta dhe du ma shumë. Brunat nuk i du dhe qash. Po flin kur pesha për para, s'pe veti. Nuk po unë është me rezistua. Flin se s'moj kur. Me palestër që shë ke punt? Apo e frekuentan apo jo? Vazhdimisht si ta kry me ty drejt atje dhe në rrugë tani. Ku ki me shku? Ko me shku dikon ta shku ku të nalet kërë. Jo, më du të me shku për në shkop. Ati me punë. Se e di që me njëherë komunizm për rrugë, po, hajtë thash se s'po të ves ku për shko të ves në emision. Jam për anej, kom pak me punë qëtë. Jemi edhe në minutat e fundit ku i lamë me folë për projektet. Po. Tregoha sasa që tash jam atë valën e punës, janë 2 projektet mija, që kam i sjell single, kam e qenë dhe një bashkëpunim. E kom bëllë një album live, për verës, e më ndu gjej dhe kong pak rinore, pak ka popullore, se nuk i ku asasaj. Amo ty edhe balodat, me thonë drejten, me balodat ato. Po tash është verë, tash rritëm. është e vërtet sa se shumica e fansa, po fansat ma shumë janë ato që të shtyjnë balad. Po se gjithë femna të shkejtë e në të vujtëne. Në komentar që i ka balada, zakonisht ka dhe femra në koncerte. Ka qenë edhe sa vite, për shembull, aja ka qenë një këngë që kemi mundu me Florin ta e kena realizu dhe me maksimalisht, si me tekst, si në këndim tjetë gjithçka okej, është pëlqy shumë, është një balad ndashta që ka me mbet. Edhe pësarë që të dëgjojnë fansat edhe kështu më thojnë gjithmonë bëj edhe një asjaja, po nuk mundon ata bëj asjaja, mundon atë gjithmonë
të bëj diçka ma mirë se ajo që ka qenë. Normal. Edhe tash tregova një album live që kom bë, përfshin dikon 12 këngë. Se live, jam vetë që du live-in kam qef më shumë. 3 projekte në vërtet kanë deri në fundin e verës që kanë bërë. Vazhdimisht që mos du më nërë se kryva fakultet. Tash, a ki po ta shlirohesh këtë kryva fakultetin? Shpresoj që ka me po sukses, shpresoj që ka me dalë mirë. Unë do ta jap maksimumin. Nuk e dyshoj se aty që nuk kemi pas sukses. Do të mundoj maksimalisht që të bëj diçka. Të thaj diçka edhe për aty në tjera, po mos dal prej kornizave të mira. Unë kum pa çka kum pa. Veç mi pa 700 mesazhe në telefon, nuk më ka ndodhur kur me pa. Po janë ato, shqyrë shto kongë, shto sane, po na tregojnë suksesin që atë. Po dhe kush po të shkruaj atë, çta kompozitor, nga 700 mesazhe po të qojna. Po të qojnë notë atë. Po dhe po. Të të me mësu që të notë. Mi apo djallit 700 mesazhe në telefon, kjo më ndodhi, edhe të palexuam alo. Që ta i kërkova falje që nuk më jemi këthi shkokuj, punë, shkokuj. A më nuk janë në Facebook, janë privat numër telefonit. Sa thoj po fry. Jo, me pas tonë ti, ishe fry punë. Po, mirë. Albatri që shkallove? Mirë shumë sasa. Së më ka dhimt. A nuk dhimt, ja? I letu gonë. Shumë jam e butë, po ne ishë nuk be. Mirë shumë, falenderoj për ftesën sasa. Më falë ashta që kam qenë pak me do punë. Jo, për ju kuptoj një artistave ta mund puna. Edhe shumë mirë, i shpalosa disa projektet mija kështë. Thëmë edhe njerë i shola ju pëlqenë. Kësha posë dëshirë për mes ekranit ju, ti falenderoj gjitha ta që më kam përkra. Ti falenderoj gjithë fansa dhe më thonë që më shkrujnë, janë dhe më thonë ofër me mu, ka raste që dhe kritikona për tyne, edhe mundona me korrigju, mundona me sjella ato që ata e dojnë. Dhe duha t'i përshëndet gjithë. Ne shpresojmë edhe mu, të më përshëndet. Faleminderit. 50 euro. Pak shish. Ja, zha. Unë shpresoj që nuk ka me qenë hera fundit edhe pse ne jemi miq që është shumë kohë, po nuk kemi pas rastin as me dalë, as me... Po ti të shesët sa është puna që ka rast që edhe një javë me të familjes nuk shina, i jashtë vendit që jam si Zvicër në Gjermani me mrami, nuk shina as me ata. Kështë që lemo për shembull neve kolegëve, kështë që na vjen puna, ka rast me vjetë shijëm, po lafi njëjtë pra. Po, unë shpresoj që nuk ka me qenë hera fundit që keme qenë në emision të une, keme qenë edhe herave të tjera, edhe pse jo me na qitë në i drejt, me fruta detit. Me fruta detit, po, si është problemi në të mirësardhën gjithmonë, faleminderit edhe njerë për ftesën, edhe projektet e reja që do të vinë prapë komi shfalos këto. Ta shohim tash. Faleminderit sasa. Faleminderit shumë. Miq të dashur, kaq kishte të biseda jonë me të bukurin ton Albatrit Muqiqin, e tani do ju lë në shoqërinë e këngës së Albatritit Çika Çika. E takohemi pas pak së bashku.